se kësaj radhe në fund të vitit për emisionin SOS në Vision Plus të gazetares Matilda Terpollari. Nuk bëhet fjalë për misionin e zakonshëm të këtij emisioni për të ndihmuar familjet që kanë nevojë, por për një çmim i cili vjen nga Kuvendi i Shqipërisë, duke e vlerësuar këtë emision për vlera shumë të larta humane. Madje sot në parlament vend kanë zënë fëmijët, cilët kanë qenë ata që kanë dhënë vlerësimin e tyre për kontributin e dy femrave këtë vit, për gazetaren e televizionit Vision Plus Matilda Terpollari dhe për kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Josefina Topalli. Më shumë na tregon Stanila Kostollari. 150 histori bamirësie, 10 shtëpi të ndërtuara për familjet në nevojë, 20 njerëz të cilëve u shlidhur një pension social dhe qindra familje të ndihmuara nga SOS në Vision Plus. Kjo është historia e rrallë e një misioni social të realizuar nga gazetarja Matilda Terpollari, e cila është vlerësuar sot nga Salla e Kuvendit të Shqipërisë me çmim për vlera të larta humane. Së bashku me të, Instituti Kombëtar i Fëmijëve Jetim ka vlerësuar edhe emisionin e saj në Vision Plus, i cili prej 4 vjetësh ka dhënë kontributin e munguar shtresave të braktisura dhe familjeve të varfra. Ky është një çmim që ne ndajmë çdo fund viti, jo vetëm për njerëz të spikatur në politikë, por edhe në fusha të ndryshme, në veprimtaritë e tyre, në shoqëritë civile, dhe një të tillë çmim e merr dhe një gazetare ndoshta pak e njohur nga të gjithë, por shumë e njohur nga ata që kanë provuar kontributin e saj kur ata kanë pat nevojë, është gazetarja e televizionit Vision Plus Matilda Terpollari, të cilën në mënyrën më të shkëlqyer ka ditur të gjuajë skutat e shpirtit njerëzor, në njërë të fshehur, pa dashur që ne ta kemi të fshehur. Në Parlamentin e Fëmijëve Jetim, i cili u mbajt këtë vit për herë të parë, u vlerësua me çmime dhe kryetarja Josefina Topalli. Instituti, i cili çdo fund viti akordon çmime, këtë fund të 2006-s ka vendosur të vlerësojë 2 femra, Topalli në politikë dhe gazetaren e Vision Plus Terpollari në fushën e medias. Më lejoni t'i bëj një kompliment të veçantë Matildes. Unë njeku me shumë vëmendje emisionet që ban Matilda të Vision Plusi. Është një gazetare me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Unë e falënderoj atë për emisionet që sjell publikut. Rasti vogëlushit Alex, ai 3 fëmijëve të verbër nga Fieri, apo ai fëmijëve të policit të vrarë në Lezhë, që sot gëzojnë një shtëpi, janë vetëm disa nga copzat e historive të SOS. Televizionit ku punon dhe njerëzve që e kanë mbështetur, Terpollari u dedikon këtë çmim. Këtë çmim ja dedikoj shumë njerëzve që më kanë ndihmuar, atyre që kanë kontribuar, atyre që kam arritur të ndihmoj dhe sigurisht televizionit Vision Plus që ka dhënë mbështetje maksimale për këtë emision. Edhe këtë fund vit, emisioni social do të gëzojë disa familje me dhurata për vitin e ri. Ata që kanë kontribuar në dhënien e ndihmave kanë qenë të shumtë, duke vlerësuar kështu për të disatën herë misionin human të SOS në Vision Plus. Urimet më të mira për gazetaren Matilda Terpollari, e cila ka dhuruar shumë buzëqeshje dhe kënaqësi dhe në këtë fundvitje meritonte edhe ajo një dhuratë të tillë. Ne kemi pritur të flasim për një tjetër sukses, këtë herë për emisionin SOS në Vision Plus. Kësaj radhe nuk është historia e dhimbshme ndonjë familje që gjen ndihmën e dikujt, por vetë emisioni i cili ka marrë çmimin nga Kuvendi i Shqipërisë për vlerat e larta humane. Parlamenti i Fëmijëve Jetim këtë vit ka vlerësuar për kontributin e tyre të veçantë 2 emra, gazetaren e këtij emisioni, të emisionit SOS Matilda Terpollari dhe kryetaren e Parlamentit Shqiptar Josefina Topalli. Matilda Terpollari haroi të thoshte se suksesin e SOS-it të saj fillimisht duhet ja dedikoje vetës saj dhe më pas njerëzve të tjerë që renditi, sepse sikundër e tha edhe Josefina Topalli, falë ndjeshmërisë gazetares Terpollari ka mundur të mvinë tek 150 episodet e SOS-it, falë ndjeshmërisë të Terpollarit. Gjithkush për ju të nderuar miq, zonja dhe zotrin që ka arritur të shikoj një prej 150 emisioneve të saj do të ketë menduar se për te shkëlqimit të bulevardeve ka edhe një Shqipëri tjetër e cila këllthet nga mëngjesi deri në darkë SOS. Dhe këtë SOS e sqon tek ju përmes eterit Matilda Terpollari, zonjëshën cilën e kemi sonte me ne. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në ZIP. Terpollari, do doja t'ju pyes një të ndalemi tek ajo çfarë Topalli tha për ju, një ndjeshmëri e jashtëzakonshme.
Kjo është një ndjeshmëri natyrale që e ka Terpollari, apo i ka ardhur duke ju ngritur nga emisioni në emision? Le të themi që janë të dyja. Le të themi që ka ardhur duke u ngritur nga emisioni në emision. Sigurisht që ndjeshmëria ishte ajo që më shtyu të bëja këtë, por nuk besoj se kam gabuar kur ja kam dedikuar këtë çmim gjithë njerëzve që më kanë ndihmuar, pasi e imagjinoni sikur në të gjitha dyert që unë kam trokitur askush mos kishte ndihmuar. Imagjinoni që sot ka fëmijë që kanë libra, kanë një pension 1 vjeçar, ka shtëpi të ndërtuara si pasojë e kontributeve dhe njerëzve që më kanë mbështetur. Pra, ndjeshmëria ime dhe kontributet e njerëzve janë takuar në një pikë dhe këtu ka ndodhur ajo mrekullia që Ju keni qenë shumë e ndjeshme, Matilda, për gjitha rastet që i keni pasqyruar në sos të njerëzve që kanë qenë në nevojë dhe më pas keni qenë shumë këmbgulse për të gjetur njerëz që mund t'i ndihmojnë këta njerëz që vuajnë fatkeqësi të ndryshme apo edhe gjendje të vështira ekonomike. Duke marrë parasysh gjithë këtë periudhë të gjatë në SOS, gjithë këto raste të shumta që ju keni prekur nga afër, dhe duke marrë parasysh edhe pjesën tjetër të atyre që kanë kontribuar, sa e vështirë është të gjesh humanizmin tek njerëzit që kontribojnë sot në Shqipëri? Është e vështirë, po jo e pamundur. Për hir të njerëzve që janë ndihmuar në këtë emision, unë nuk do doja të flisja për vështirësitë e mia, besoj se i ka çdo gazetar, por mendoj se njerëzit duhet kontribuojnë më shumë. Ajo që kanë dhënë, të jenë të sigurt që ka bërë një të mirë, ata e kanë parë, por ndoshta duhet të kontribuojnë më shumë. Ka edhe shumë raste të tjera që Terpollari, ju kam ndjekur në një shtëpi që nga çasti në çast mund të shëmbej dhe t'ju zinte juve bashkë me operatorin tuaj. Ju kam ndjekur në një shkollë në veri që nuk ishte xhama dhe dyer dhe banka. Ju kam ndjekur në jug të Shqipërisë. Do doja t'ju pyesja, madje jo rastisht, çfarë përmasash ka varfëria shqiptare dhe të themi fatkeqësia e familjeve shqiptare, në cilat përmasa është? Në përmasa të luritës, se besoj, po. Po. Në qoftë se do të shikoni fëmijë që punojnë, do të kujtohet Dickensi. Në qoftë se do të shikoni familje të cilat jetojnë në kasole, me siguri që do të kujtoni prallat që keni dëgjuar ose që keni lexuar. Është e tmerrshme të shohësh njerëz që janë të sëmurë dhe nuk kanë se ku të shkojnë. Gjithashtu është tragjike të shikosh se ka familje që jetojnë me kilometra larg rrugës automobilistike dhe ne jemi vizituesit e vetëm dhe ndoshta të fundit që shkojmë aty. Unë shpresoj që mos kemi qenë të fundit. Dhe marrja e këtij çmimi nga Instituti Kombëtar i Integrimit, nga zoti Ilir Çumani, dhe marrja pikërisht në parlament ishte një kënaqësi. Personalisht mendoj se marrja në sallën e kuvendit të këtij çmimi ishte një hap larg indiferencës. Duke pasur parasysh edhe konsideratën e zonjës Topallit, të cilën unë e vlerësoj, mendoj se e gjitha kjo është më shumë vëmendje. Kthimi i humanizmit në qendrën e vëmendjes shqiptare aktualisht që për hir të së vërtetës vazhdon të mbetet kuvendi shqiptar. Unë do doja të të pyesja, Matilda, ka ndodhur ndonjëherë gjatë gjithë këtyre historive, gjatë gjithë këtyre rasteve, ndërkohë që kërkoje për njerëz që të ndihmonin të tjerë njerëz që ishin në nevojë, ndërkohë që prisje për donatorët, ti ishe vetë e para që të ndihmoje këta njerëz? Sigurisht që ka ndodhur kjo, por le ta lëm le ta konsiderojmë një çështje personale këtë. Kjo ka ndodhur ashtu siç mund të ketë ndodhur dhe juve, jam e sigurt për këtë. Është një kënaqësi ndonjëherë kthehet në detyrim. A imagjinoni sikur ju të jeni personat e vetëm për atë familje ose për atë njerëz? Është shumë e tmerrshme ta mendosh që ata njerëz konsiderojnë ty si shpëtimtaren e vetëm. Ndoshta ju kujtohet zonja dhe zotrinja Aleksi i vogël nga një fshat i humbur në veri të Shqipërisë, i cili ra në kthjetrat e vdekjes. Më pas ju kujtohet ajo mrekulli që u bë falë të themi asaj klithme të parë që lindi nga emisioni SOS i Terpollarit. Matilda, do doja të pyesja, sot Aleksi ku ndodhet, si është? Aleksi, nëse juve i mbani lidhje. Po. Vetëm para 2 ditësh kam shkëmbyer mesazhe me nënën e Aleksit. Do të shkoj përsëri, kam një surprizë për të dhe për shikuesit. Ata do ta ndjekin, do të bëhet një koncert në
Pallatin e Kongreseve, shpresoj të dalë mirë për mbledhje donacionesh. Aktualisht Aleksi jeton në Spaç, në shtëpinë e tij, ka 3 aparatura, arrin të marrë frymë vetë për disa orë, por ilaçet që ai ka mjaftojnë deri në janar. Pas këtij momenti, sos do të rast përsëri. Unë do duhet pyesja Matilda, më falë, Rezar, nëse Aleksi ka qenë vërtet një rast i suksesshëm, një rast që u ndihmua, që ishte, mund të themi, në prag të vdekjes, dhe mbase është shumë e vështirë për ty që të dallosh cili është rasti i suksesshëm, duke marrë parasysh që të ndihmosh një familje është gjithmonë një sukses shumë i madh për njeriu që e merr përsipër. Megjithatë, nëse do t'i shikoje të gjitha historitë, gjithë njerëzit që kanë ndihmuar, cila ka qenë historia më e vështirë dhe suksesi më i madh që ka arritur gjatë këtyre kohërave, ti si Matilda? Unë besoj se kam pasur kënaqësi shumë herë kur njerëzit më kanë ndihmuar. Kam pasur kënaqësi sa herë që kam parë njerëz të lumtur përballë vetes, por do të doja të thoja se në SOS tashmë ka mbi 10 shtëpi të ndërtuara, ka mjaft fëmijë që marrin një pension mujor nga biznesmen të panjohur, të cilët e kanë bërë këtë vetëm se kanë parë emisionin dhe kanë parë atë fëmijë. Dhe kjo është ajo që mbetet, dhe kjo është ajo që mua më gëzon. Ka mjaft raste të tjera, ju do të shikoni në emisionin më të afërt që për vitin e ri, një pronare e një hoteli ka shkuar në një familje të SOS dhe i ka bërë një fëmijë festën e vitit të ri, i ka çuar plakun e vitit të ri. Dhe gjithë këtë e bëri pasi e pak të fëmijë në emision dhe kuptoi formulën e këtij emisioni që njerëzit duhet kontribojnë. Ky emision është për ata njerëz që në kohën e lirë të tyre kontribojnë dhe ja kushtojnë diçka tjetër, një njeriu në nevojë. Tërprovare, do t'ishit dakord t'ju ofroja në shkëmbim të diçkaje koltukun komod të Zipit, të merrni të rolin tim, shiko sa mirë jemi ne të ngrohtë në projektor dhe të ndroheshim, do doje ta ndryshoje ndonjëherë gazetarën e terrenit për të ardhur në një SOS studio të mbyllur ku gjithçka është bukur e kopsitur apo? Jo. Ne kemi bërë një bisedë një vit më parë dhe unë u kam thënë që profesionin e gazetares e shikoj si mision, jo si profesion. Dhe përsa kohë unë ta bëj këtë, të kem këtë këndvështrim, unë nuk do ta le asnjëherë terrenin, më është kthyer në pasion dhe puna në një mision.